Përshëndetje ndjekës të podcastit Diaspora Reality Show. Keni përpara jush një personalitet shumë të njohur dhe shumë të dashur dhe një zë shumë mbështetës të komunitetit shqiptar këtu në Britani. Ervin Mulaj, faleminderit shumë fillimisht që ju bashkove podcastit tim për herë të parë dhe faleminderit shumë për gjitha iniciativat të tua në mbështetje të komunitetit shqiptar. Duke qenë se shqiptarët e gjejnë njëri tjetrin kudo, me thonë drejtën, është shumë e lehtë të evitosh evente të tilla, por ftesat nuk na mangua asnjëherë, me thonë drejtën. Dhe siç e dim Nazi me gjithë bashkëpunëtorët e vet, nga Demin, nga Lel, gjithmonë mesazhe në inboxin tonë të WhatsAppit që duhet vini këtu, duhet vini atje dhe kjo është ajo se çfarë neve na bashkon. Komuniteti jonë është një komunitet shumë i mirë dhe unë kam kënaqësi sa herë bëhet llaf për komunitetin dhe për shqiptarët, bëhen pjesë e gjitha takimeve, angazhimeve të komunitetit tonë. Në fakt ju keni qenë mbështetës, siç e përmenda edhe më herët, të kauzave të këtij komuniteti. Cilat janë shqetësimet kryesore që ju keni hasur gjatë bashkëpunimit dhe gjatë takimeve që keni pasur intensivisht me komunitetin shqiptar? Atëherë, siç e dim, fillimisht normalisht pjesa e organizimit, pothuajse gjitha komunitetet e kanë shumë të organizuar, dhe pse jo në shqiptarët, duke qenë se unë mendoj që shqiptarët janë një popull shumë i zgjuar dhe shumë komunikues, duke qenë se kemi qenë popull i vuajtur pas periudhës ekstreme komuniste 50 vjeçare, dhe bashkimi është vetëm një fishtëllim, do thoja, që bashkohemi bashkë dhe bëjmë shumë gjëra të mira bashkë. Dhe kur bashkohen shqiptarët është diçka shumë pozitive, do thojmë. A janë shqiptarët një komunitet që bashkohen, bashkëpunojnë dhe ndihmojnë njëri tjetrin? Absolutisht, absolutisht. Shqiptarët janë top community që bashkohen dhe bashkëpunojnë njëri tjetrin. E besoj. Nëse mund të të pyes, duke qenë se jemi në një takim biznesi sot, jam kurioztare për ditur për gjithë shqiptarët që duan të integrohen profesionalisht. Cilat janë vështirësitë më të mëdha që kanë duke e ditur sa e vështirë është jeta në një vend si Anglia, ku kostoja e jetës është shumë e lartë? Siç e dim, duke qenë se pozita gjeografike e Shqipërisë na ka favorizuar gjithmonë, por edhe është diçka faktike që Shqipëria është pjesë e Bashkimit Evropian, por politika jonë jo e mirë, do thoja, në këtë rast, na ka dënuar që nuk jemi sot akoma pjesë e Bashkimit Evropian, dhe pjesa e parë që has vështirësi është ardhja në Angli. Fillimisht ardhja. Pas ardhjes është pjesa po themi dokumentimit, e dokumentave, e pajisjeve me pasaportë apo me gjërat leqëndrimi. Exactly. Kjo është ajo që çfarë ka bërë më të vështirë për shqiptarët në përgjithësi, por mendoj që pjesa e madhe tani e shqiptarëve të ardhur këtu 20 vite e këtej, sot kanë mundësinë që të jenë pjesë e çdo lloji biznesi dhe janë pjesë e bizneseve më të mëdha më në Britaninë të Madhe, duke përfshirë që nga construction, ndërtimi, dhe të pjesa e restoranteve, ku diun tash më the, por që mendoj që në qoftë se ti ke vullnet dhe dëshirë për të bërë diçka, nuk është shumë e vështirë të arrish asnjë gjë. Në me vullnet dhe me dëshirë arrihet gjithçka, besoj. A kemi akoma numra ose kërkesë të lartë të shqiptarëve për të larguar nga Shqipëria dhe për të ardhur në Mbretërinë e Bashkuar? Si është situata? Na e komento pak dhe politikisht, duke qenë se ti je në brendësi të këtyre problematikave. Pse po ikin shqiptarët? Do thoja që numri ka ardhur në rënje, për arsye sepse, siç e the edhe ti më parë, besoj që në çdo shtet botës është e vështirë për të integruar ose për të filluar disa baza jetike për të krijuar një familje ose për të stabilizuar me familjen nëse vjen. Në këto kushte do thoja që Shqipëria është në momentin më të mirë më të saj për sa i përket qëndrimit në Shqipëri. Do të sugjeroj gjithë të rive dhe të rejave shqiptare që të zënë një vend puna aty ku janë dhe mos të lëvizin, sepse lëvizja është një kosto e madhe, qoftë emocionale, qoftë edhe shpirtërore, ekonomike dhe gjitha këto në radhë. Absolutisht psikologjike. Por kush është më rëndësishmja që unë duhet ta theksoj? Kur i rand peshon në vend vet. Ne e kena një shprehje e malësor, duke qenë se jena bashkë malësor, unë dhe ti. Mendoj që unë do isha më efikas sot. Normalisht me këtë eksperiencë që kam fituar në Angli, do jem më efikas sot në Shqipëri, duke kontribuar ashtu sikur unë di të kontribuoj. Qenë se jemi në një ambient të mirë biznesi dhe nuk do të futem politikës, dhe politika praktikisht është një
ose format që nuk për mu nuk është se ka qenë në dispozitat e duhura. Mendon që politika shqiptare po i mbështet emigrantët? Para një jave, Ministria e Jashtme për Europën dhe kryeministri thiri gjithë diasporën në takim të rëndësishëm që patën. Unë isha pjesë e atij takimi dhe madje me vendosën një panel për të folë për transportin dhe për logjistikën. Edhe mendoj që qeveria shqiptare bën përpjekje maksimale që të gjithë bashkëdhëtarët tanë, kudo që janë, që nga Australia deri në Amerikë, në Angli dhe në Europë gjithandej, të ketë një politikë të mirë fill për t'i ndihmuar, për t'u kthyer, që për t'i dhënë lehtësira të ndryshme. Rasti konkret paketa maleve është një nga po themi nga pika kryesore që është përshëndruar qeveria sot, që njerëzit të investojnë dhe të krijojnë diçka, një biznes të vetë, sepse kush është ai që kush e tërheq biznesi, pas biznesi normalisht dhe familja, dhe janë gjëra me radhë që në momentin e duhur dhe në kohën e duhur vendosen atë ku duhet. Faleminderit, atëherë mbyllim me këtë sepse nuk duam të futemi në politik shumë, edhe pse ka shumë kauza politike që prekin edhe diasporën në fakt, por sot do flasim vetëm për biznes, për grow up. Mani, jemi në Londër.